Mësues, Erateba është duke fluturuar me zoqë të tjerë. Unë po e të rast vazhdimisht, Erateba, për ajo nuk po më dëgjon, mësues. Gjelbërina, unë e di se si mund të thras Eratebën. E si, mësues? Ja, Gjelbërina. Do t'i bie kësaj ziles dhe ajo, sa po ta dëgjoj, do t'i kujtohet si fillon ora e mësimit. Ua, mësues, qfar zile interesante. Mua më duket se këto zile janë përdoru shumë kohë më parë. Më ka treguar gjyshi, atëherë kur nuk ka pasur as rrymë elektrike. Ndërsa tani përdoren zilet elektrike, më duket. Ashtu është, Gjelbërina, ashtu është. Zbulimet e shkencëtarëve na e lehtësojnë jetën. Prandaj është shumë e rëndësishme që Gjelbërina, fëmijët të mësojnë shumë. Që kur të rriten, pastaj të zbulojnë gjëra të ndryshme. Më kupton? Dhe në fillim mësohen shkronjat, pastaj mësohen, Gjelbërina, numrat, dhe pasi përfundojnë me numrat, pastaj fëmijët do të mësojnë shumë gjëra tjera. Alfabeti është dritarja nga ku hynë njohurit. Mësues! Urdhëro, Gjelbërina. Erdhën nxënësit. Mirë se erdhët të dashur fëmijë. Na falni se unë dhe Gjelbërina kishim nisur një bisede shumë të rëndësishme për mësimet dhe zbulimet. Prandaj, më mirë të fillojmë se sot do të mësojmë një shkronjë të re. Sot të dashurit e mi, do të mësojmë shkronjën me të cilën fillon fjala zbulim, pra, shkronjën Z. Z e madhe e shtypit. Z e vogël e shtypit. Z e madhe e dorës. Z e vogël e dorës. Z. Zogu. Z. Zilja. Z. Zemra. Një fjalë të dashurit e mi, vetëm një fjalë duhet ta gjej kloni. Ai gjithmonë ka thënë fjalë tjetër. Të shohim a do ta gjej gjëzën kësaj radhe. O, mësues, nuk do mend që Lorena di më shumë se kloni, sepse fëmijët mësojnë dhe mbajnë mendjen në mësim. Lorena, do ta luajmë lojën Macja dhe Miu? Jo, do ta luajmë lojën Macja dhe Zogu. Do më thënë unë jam Zogu, ti e Macja. Apo unë do bëj Macja, ti do bëj Zogu. Po. Hik Lorena se unë erdha Macja! Miau! 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 Oj Lorena, u lodha. Kush ka Lorena? Lorena! Pa, më la vet Lorena. Se bojmë kam frikë të rivelë që Lorena, po më trembe Lorena. Jo. Unë nuk trembem Lorena, sepse unë jam i fort dhe shumë i guximshëm. Lorena, ke përgatitur gjëjes për sot? Po. Hajde ma thuaj. Shkojnë në dimrit verës vina, ja shtojnë stinës bukurin. Bukurin ja shtojnë verës vina, lumturinë dhe... Jo. Po si ishte? Shkojnë në dimrit verës vina, ja shtojnë stinës bukurin. Shkojnë në dimrit verës vina, ja shtojnë stinës bukurina. Kush është? Ti duhet. Po më falë, është Gurbeqari. Jo. Ma thuaj të paktën Lorena, ma thuaj të paktën shkronjën e parë. Z. Zarzavatet? Jo. Nuk janë zarzavatet? Po janë Zagari! Jo. Nuk është Zagari, atëre.
Kush është? Lorena, po, dorëzohem, nuk e gjej dot. Janë zoq shtektar. Zoq shtektar? Po. Po, pak më pare luajtëm lojën e me zogu, po si nuk më shkojnë tërmend, e dia që e zogu, e dia. As këtë nuk e gjeti kloni, po zoq të shtektar, klon, zoq shtektar, vinë verës dhe shkojnë dimrit. Po tani Gjelbërina? E tani mësues, fëmijët me padurim presin që të dëgjojnë këngën nga xixëllonjat. Ata janë bërë gati. Të nisemi? Nisemi! Dashur fëmijë, tani bashkë do të shkojmë në botën magjike të shkronjave, do të ndjekim tregimin dhe do të njihemi me profesione dhe personalitete të reja. Po mësues, fëmijëve ju pëlqejnë shumë tregimet e ilustruara, edhe mua më pëlqejnë shumë, por më shumë më pëlqejnë të dëgjoj për profesione të ndryshme, për personalitetet që flasin për punën e tyre. Gati? Shkojmë. Shkojmë? Përshëndetje fëmijë të dashur. Edhe pse jeni në klasën e parë, natyrisht se të gjitha germat jeni të detyruar të mësoni, kështu që muj me thonë që shkronja Z është shkronjë shumë karakteristike, edhe ndonjëherë për dikon është shumë e mirë, për dikon është shumë e vështirë, mirë po nëse i përdorim fjalët me germën Z, siç është zogu, ose zona, ose zemra, dhe më thonë, atëre, natyrisht se zemra ju tregon diçka pozitive. Unë jem Zake Prelvukaj. Pikrisht për germën Z po flasim sot, edhe mua gjithmonë më ka ngacmua kjo germë. Mirë po mujmë ju thonë se germën Z në atë po e shifsha kështu, me buzë, me sy, me këpucë, edhe e shifsha ndojherë të hecë, ndojherë të qesh, e asnjëherë të qajtë. Po që se doni të bëheni piktor, ta shihni botën me ngjyra, si që këm pa unë prej fëmijë dhe këm andruar të jem një piktore. Gjithmonë vizatoni, përdorni ngjyrat, zhvilloni imagjinatën si ta krijoni një dizajn me shkronjën e juaj. Fëmijë të dashur, mundohuni sa më mirë të shkruani shkronjat. Do të thonë është me rëndësi bukur shkrimi, është me rëndësi si ju e formsoni ose e dizajnoni atë shkronjë. Dhe kjo shkronjë që ju sot provoni edhe e mësoni, kjo do t'ju përcjell ton jetën. Dhe kështu mundoheni sa më bukur ta bëni, sa më bukur të shkruani. Pse të shkruani sa më bukur? Se mandej keni mu bani esër gazetar,
keni mu bo arsimtar, profesora, dhe ju do ta mësoni dikan. Mandej gjithmonë do t'jeni taft për jetë, për shkencë, për çdo gjë. Për mua shkronja Z është shumë me rëndësi. Pse? Spari, nga zemra ju përshëndes, edhe natyrisht që emnia fillon me gjermën Z. Ju dua shumë. Zana e vogël ishte një vajzë e zgjuar që jeton në katin e 9 të ndërtesës me ngjyrë të zezë. Ajo zakonisht në mëngjesin e hershëm zë vend pranë dritares dhe shikon zogjt duke fluturuar. Sa e lumtur bëhet zemra e saj nga pamja e mrekullueshme e zogjve. Zanës i pëlqen shumë zëri i zogjve. Ajo shpesh ju thot shoqeve që i ka zili zogjt për krahët e tyre. Sikur t'i kisha dhun një palë, thot ajo. Shoqet qeshen me zë të lartë. Zana nuk u zemërua, ajo është e zgjuar dhe nuk i pëlqen zënkat. Mëngjesin e së dielës, Zanën e kishte zënë një gjumë i thellë. Atë e zgjuan zërat që dëgjoheshin nga jashtë. Doli më njëherë në dritare dhe pa një grumbull zogjësh. Në ato momente Zanës ju kujtua që shoqja Zajmir i kishte thënë që zogjt bartin zarfe nga një vend në tjetrin. Ata bashkojnë miqt, i kishte thënë ajo. Pa humbur kohë, Zana kishte porositur babain e saj t'i sillte një zog në kafaz, sepse dëshironte që t'i dërgoj një zarf shoqës së saj në Zvicër. Babai, për t'ia bërë qefin, ja solli zogun në shtëpi. Zana u gëzua shumë, nuk zinte vend duke u zbavitur me të. Në mbrëmje e përgatiti zarfin dhe e la pranë zogut të saj. Por në mëngjes e pa që zarfi ishte i grisur. U zemërua shumë, por me që ishte shumë e zgjuar, e zbuloi që zogu ishte i zemëruar, sepse ai nuk e do robrinë. Pa menduar 2 herë, hapi dritaren dhe e lshoi zogun të fluturoj i lirë. Sa zemër mirë dhe e zgjuar u tregua. Fytyra saj shkëlqente nga lumturia. Të dashur fëmijë, njerëzit që në lashtësi kanë filluar të shfrytëzojnë të mirat e natyrës në dobitë e tyre. Njën nga këto të mira janë edhe drunjët. Njerëzit i kanë përdorur dhe i përdorin drunjt për shumë nevoja. Përpunimi i drurit kërkon mjeshtri të veçantë. Nëse do të përdoren për mobilje ose në ndërtimtari, atëherë ata dërgohen në punishten e zdruktarit. E dini se çfarë është zdruktari? Fjala zdruktar rrjedh nga emri i këtij mjeti, zdrukthi. E shikoni se si e përpunon zdrukthi drurin? E pra, zdruktari është ai që e përpunon drurin, që i pret me sharrë në format të ndryshme, i vrimos, e nxet, e limon, i jep format të ndryshme. Pra zdruktari, të dashur fëmijë, është ai person që bën gjithçka prej druri. Zdruktari duhet të njohë cilësinë e çdo druri. Ai e di se prej cilit dru çfarë mund të bëjë. Për shembull, nëse do të bëj një karrike, ai përdor një lloj druri, ndërsa nëse do të bëj vitrinë, përdor një lloj tjetër. Nëse do të bëj derë ose dritare, përdor tjetër lloj druri. Për të bërë zdruktar duhet shkollim, por dhe punë praktike. Duhet të mësohet për drurin, për matjen, për prerjen dhe ngjitjen. Dikur mjetet e zdruktarisë kanë qenë më të thjeshta, të gjitha mjete me dorë. Pastaj dal nga dal janë motorizuar, ndërsa tani me zhvillimin e teknologjisë janë automatizuar dhe janë kompjuterizuar. Por pavarësisht teknikës dhe teknologjisë, është shumë më rëndësi aftësia e zdruktarit, njohuritë e tij dhe shpirti artistik e krijues. Zdruktarët me shpirt krijues kanë krijuar edhe vepra arti që janë pjesë zbukuruese e shtëpive që i kemi trashëgimi kulturore. Kanë gdhendur drurin në mënyrë artistike, por edhe kanë krijuar mobilje që sot ruhen nëpër muze të ndryshme si vlera të mëdha arti. Mësues, Erateba ende nuk është kthyer.
por unë e di se cilën shkollë do ta vizitojmë sot. Wow, mirë Gjelbrina, unë do t'i bie ziles për Eratebën, dërsa ti na dërgo te shkolla. Nxënës të dashur, sot kemi disa musafer kanë ardhur në shkollën tonë, këtu në fshatin tonë, në shkollën fillore Muharrem Kadriu në Tërnovc, komuna e Bujanovcit. I kemi disa musafer të cilët vinë nga televizioni i Kosovës. Musaferët tanë janë Erateba dhe Gjelbrina. Së pari, kush më tregon? Cilën shkronjë e kemi mësuar orën e kaluar? Hajde Qazim? Mirë, hajde Lorena? Ne orën e kaluar e kemi mësuar shkronjën Y. Shumë bukur. Kush po më tregon një shembull që fillon me shkronjën Y? Hajde Albulena? Ylli. Ylli. Hajde Rina? Ylberi. Shumë bukur. Sot do ta zhvillojmë një shkronjë të re, shkronjën Z. Din dikush të më tregoj ndonjë shembull, ndonjë emër, ndonjë send që fillon me shkronjën Z? Hajde Edin? Zemra. Zebra. Zebra. Zilja. Miza. Miza, pra shkronja Z gjendet në mes të fjalës. Hajde Gend? Unaza. Dhe të fjala unaza, shkronja Z gjendet në mes, pra. Çka po shihni këtu? Nën Terezën, shumë bukur. Diçka tjetër? Zogu. Pra dhe zogu fillon me shkronjën Z. Shumë bukur. Pastaj tjetër, çka po shihni? Zilja. Edhe zilja fillon me shkronjën Z. Keni dëgjuar për Nën Terezën? Pra siç po e shihni, sot do ta mësojmë shkronjën Z. Pra, këtu është Z e madhe e shtypit, vogël e shtypit, Z e madhe e dorës dhe Z e vogël e dorës. Hajde tash gjithë i hapni abetarët faqe 88. I shihni këtu ku i kemi shembujt? Zemra, vazoja, zarfi, zilja, zebra, miza. E merrni ngjyrën e kuqe dhe me ngjyrën e kuqe e qarkoni shkronjën Z. Z e madhe e shtypit, Z e vogël e shtypit, zemra e Nënë Terezës. Nënë Tereza. Babi i tregon Samirit për shënjëtorën shqiptare Nënë Terezën. Nënë Terezën e njeh gjithë bota. Nënë Tereza kishte zemër të madhe. Gjithë jetën e saj ua kushtoi njerëzve të varfër. Të dashur fëmijë, sot mësuam edhe një shkronjë. Me një shkronjë të re, ju mund të formoni fjali të reja. Përsëritni këto që i mësuam në shtëpi. Sepse Erateba erdhi dhe fluturoi që t'ju shikoj. Nëse vazhdoni kështu si jeni, të mirë, të sjellshëm, ne do të vazhdojmë që t'ju shëtisim në botën magjike të shkronjave tona. Mirupafshim deri në orën e ardhshme. Mirupafshim të dashur fëmijë.